Në këtë kull ka lindur atë Daniel Dajani, kleriku katolik që u ekzekutua bashkë me të tjerë martirë të fesë. Mes Blinishtit të Lezhës do të kthehet epiqendër të pelegrinazhit kulturor dhe fetar. Por çfarë mund ta bëjë këtë shtëpi kaq interesante në të ardhmen? Shpjegimin e ka dhënë Dom Enzo Zago, meshtari i Blinishtit. Kjo është shtëpia ku ka lindur atë Daniel Dajani, pra një shtëpi martirje 40 martirëve që kur ka nisur shenjtërimi i tyre. Ne shpresojmë që brenda 2 viteve edhe ne të përjetojmë një festë të madhe, shenjtërimin e këtyre 40 martirëve. Atë Daniel Dajani ka lindur në këtë shtëpi, e cila është e vetmja që ka mbetur në këmbë dhe që të rikujton lindjen e tij. Duke qenë se shtëpia një martire dhe do të bëhet shenjtor, do të jetë qendër pelegrinazhi dhe tepër e vizitueshme. Hapi parë është kthimi i saj në monument kulture, më pas kërkimi i fondeve për mirëmbajtjen e saj. Ky është premtimi i drejtorit të monumenteve të kulturës në Lezhë, Paulin Zefi. Kjo shtëpi plotëson kriterin e parë, nga vetë vlerat e saj arkitekturore, një kull e vjetër, modelit verior shqiptar, plotëson edhe kriterin e dytë, duke pa edhe vlerën e saj historike, emocionale me kishën katolike dhe me vetë këtë personazh shumë të rëndësishëm se pritet të shenjtrohet nga kisha katolike. Besoj se do të bëjmë, jo besoj, po do të bëjmë pamundësi të thehet në monument kulture. Fatmirësisht, kjo shtëpi karakteristike dhe me vlera të veçanta i është dhuruar kishës nga pronarët e saj.